Menaxheri Chris Prengës hedh poshtë dyshimet për trukim dhe shpjegon çfarë ndodhi ndaj Anthony Joshuas. 5 ditë pas përballjes së zhvilluar në Jeddah të Arabisë Saudite mes Anthony Joshuas dhe Chris Prengës, vijojnë diskutimet rreth mënyrës se si u mbyll dueli. Britaniku fitoi që në raundin e dytë, ndërsa përfundimi i shpejt nxiti reagime të shumta, përfshirë edhe pretendime se ndeshja mund të ishte shitur. Keith Sullivan, menaxheri i boksierit shqiptar, ka reaguar ndaj këtyre spekulimeve, duke treguar arsyen pse Prenga nuk mundi të vazhdonte përballjen me të njëjtin ritëm. Sipas tij, shqiptari mbeti pa fuqi pas raundit të parë, pavarësisht fillimit të vrrullshëm gjatë të cilit e rrëzoi 2 herë kundërshtarin e tij, që në raundin e parë ishte konsumuar e gjithë energjia. Prandaj, raundi të dytë nga këndi tham të vazhdonte në të njëjtën mënyrë, të shtonte presionin, të shkurtonte distancën me xhap, goditje direkte me dorën e parë dhe ta rrëzonte sapo t'i krijohej mundësia. Kur u dëgjua zilja e raundit të dytë, Kristiani u çua nga stoli për të rinisur ndeshjen dhe më tha se ndihej sikur ishte kthyer sërish në shtratin ku kishte kaluar 8 ditë përpara duelit. E kishte shumë të vështirë të merrte frymë dhe nuk I kishte mbetur as pak energji, deklaroi ai. Përballja mes Joshuas dhe Prengës nuk u karakterizua vetëm nga rivaliteti sportiv, por edhe nga respekti I shfaqur mes dy boksierëve. Në rrjetet sociale bëri veçanërisht jehon çasti kur britaniku vendosi mbi supë flamurin shqiptar për krahati britanik. Joshua gjithashtu shprehu vlerësime për boksierin shqiptar me origjinë nga Mirdita.